Një lajm që ka tronditur opinionin publik në Kosovë dhe më gjerë është rikthyer së fundmi në vëmendjen mediatike bëhet fjalë për rastin e Naim Morselit. Personit i cili disa vite më parë u dënua për vrasjen e gruas së tij në mënyrë mizore dhe të pashpirt. Ngjarja e rëndë shkaktoi një val zemërimi dhe indignate në shoqëri, duke u konsideruar një nga rastet më të errëta të dhunës në familje në Kosovë. Së fundmi ka dalë në skenën një kërkesë e bërë nga avokati i Morselit për një rishikim të dënimit të tij me burg. Sipas avokatit, klienti i tij ka pasur një sjellje të rregullt gjatë qëndrimit në institucionin korrektues, ka përmbushur të gjitha detyrimet dhe ka shfaqur një sjellje që sipas tij meriton rishqyrtim të kohës së vuajtjes së dënimit. Për më tepër, avokati ka ngritur si argument edhe faktin se fëmijët e Morselit kanë nevojë për pranien e një prindi në jetën e tyre. Kjo kërkesë ka gjallur reagime të ashpra dhe kritika të shumta në rrjetet sociale dhe në opinionin publik. Qytetarët janë të indignuar nga fakti që një person që ka kryer një krim kaq të rënd mund të përfitojë nga sistemet ligjore për të rikthyer lirinë e tij. Shumë prej tyre theksojnë se një person që ka marrë jetën e bashkëshortes së tij nuk mund të konsiderohet një prind i denj e aq më pak të ketë të drejtën të rritë fëmijët që i ka privuar nga nëna. Disa organizata për të drejtat e grave dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës kanë dalë publikisht kundër kësaj kërkese, duke bërë thirrje që sistemi i drejtësisë të qëndrojë i palkundur në zbatimin e plotë të dënimeve për krime të kësaj natyre. Për ta, sjellja në burg nuk mund të zëvendësojë pasojën e një akti kriminal të tillë dhe se vendimet e tilla mund të japin një sinjal të rrezikshëm për shoqërinë. Tashmë mbetet në dorën e sistemit të drejtësisë nëse do të marrë parasysh kërkesën e mbrojtjes apo do të dëgjojë zërin e qytetarëve që kërkojnë drejtësi të plotë. Por një gjë është e sigurt, shoqëria nuk ka haruar dhe nuk do të pranojë lehtësisht lirimin e një vrasi, pavarësisht sjelljes së tij pas hekurave. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.